Partia Demokratike denoncon një skandal të ri në bashkinë e Tropojës, ku kryebashkiaku Reç Byberi dyshohet se e ka dhënë tenderin kushëririt të tij, duke shkelur vendimin e Komisionit të Prokurorimit Publik. Partia Demokratike shprehet se tenderi për ndërtimin e rrugës u fitua nga një ofertë e vetme, pasi skualifikimit të disa konkurrenteve me çmime më të ulta. Kompania fituese, sipas Partisë Demokratike, Vazhnimi SHPK, ka lidhje familjare me Byberin, çka tregon për klientelizëm dhe mungesë transparence. Partia Demokratike akuzon bashkinë për pandëshkueshmëri dhe abuzim të përsëritur me fondet publike. Partia Demokratike denoncon një tjetër skandal në bashkinë e Tropojës, ku shkeljet ligjore dhe abuzimet me tendera vijojnë të përsëriten, të inkurajuara nga pandërshkueshmëria që u jep titullarëve guximin të veprojnë hapur kundër ligjit dhe në kundërshtim me vendimet e Komisionit Prokurimit Publik, të cilat kanë efekt detyrues për autoritetet kontraktor. Bëhet fjalë për tenderin me objekt ndërtimi i rrugës Auto Kika, Dragobic, Qafpaj me fond limit 82.9 milion lekë. Në këtë garë morën pjesë 11 ofertues, por në mungesë konkurrence fitues u shpall oferta e mbetur pas skualifikimeve. Autoriteti kontraktor skualifikoi 6 oferta me çmim më të ulët se fituesi, duke favorizuar kompaninë Vllazënimi SHPK, e denoncuar më herët për lidhje familjare me kryetarin e bashkisë Tropoj Reç Byberi. Edhe këtë herë, bashkia ka shpallur fituese një kompani në pronësi të djalit xhaxhait kryetarit Byberi, duke përsëritur skenarin e klientelizmit familjar. Por skandali nuk ndalet këtu. Operatori skualifikuar që paraqiti ofertën më të ulët, e cila do t'i kursente bashkisë 17 milion lekë, dorëzoi ankesë pranë Komisionit Prokurimit Publik. Me vendimin e datës 3 shtator, KPP konstatoi se arsyet e skualifikimit nuk qëndrojnë dhe urdhëroi rivlerësimin e procedurës. Pavarësisht këtij vendimi detyrues, bashkia Tropoj ka lënë përsëri të skualifikuar ofertuesin në fjalë, duke shtuar arsye skualifikimi në tejkalim të kompetencave që i lejon ligji e duke injoruar hapur vendimin dhe autoritetin e KPP-s. Ky mosrespektimi i vendimit KPP sipas nenit 119.d të ligjit prokurimit publik e bën kontratën të pavlefshme. Partia Demokratike kërkon menjëherë disiplinimin e autoritetit kontraktor në zbatimin e ligjit dhe apelon organet e drejtësisë që të hetojnë dhe të penalizojnë shkelësit e ligjit. Faleminderit.